Përshëndetje, ndjekës Service Story. Unë jam Klotilda Harka, ja ku jemi prapë këtu e shtuna ka ardhur sërish, ditët kanë kaluar shumë shpejt. Sot kemi një intervistë, kam përshtypjen shumë interesante sepse i ftuari për sot është një artist i vërtet me plot kuptimin e fjalës. Kur themi vërtet i vërtet, është ndër më të preferuarit e mi dhe kam përshtypjen edhe të publikut. Është një aktor, producent, madje edhe këngëtar her pas here. Nuk ndodhet në Shqipëri për momentin. Ai quhet Erand Sojli. Në sa di unë ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që jemi 6 orë diferencë. Tu është mbrëmje. Atje duhet jetë drek. Do përpiqem që Erand, të lutem hyr këtu live, po të bëj unë një ftesë edhe thjesht më prano. Nëse po më ndjek, kjo puna e teknologjisë është shumë problem. Erand, të kam bërë unë ftesë, të lutem më prano. Po, Erand i erdhi. Erand, unë të shoh, thjesht më prano ftesën që të dërgova unë. Ja, po. Më në fund. Më në fund. Më në fund. I sekond të rregullojnë të ndryshet. Për një moment herë se e dështuam. Po qesh me lot. Me thënë drejtën, kjo pjesa e teknologjisë në artistët brezit, do më thënë, 20 vjeç e sipër e kanë problem, as kemi as fansa, dhe s'dim me përdor, as Instagram, as Facebook, i like, gjopo. Kështu teknologjia dhe kështu koha. Është bërë, po duhet të ecësh me ritmin e kohës. Si mund t'ja bësh që ti bashkosh të dyja, dhe talentin edhe fansat? E ke menduar ndonjëherë? Po e kam menu dhe për atë po përpiqem, sado që është e vështirë, se talenti është një gjë që është çik vështirë të shprehesh dhe të gjesh mjetet, sepse neve artistit i duhen disa element për me arrit me shpreh atë që kanë, atë të veçantën e vetë. Dhe përveç se elementve që janë gjua, teksti, përmbajtja, forma, tash na shtohet dhe teknologjia, dhe kjo gjëja është vërtet shumë therse për veçanërisht për mua. Therse ashtu si humori që ti bën në Portokallia, po jo? Ke humor të therës dhe shumë të sofistikuar. A mund të di se cili është karakteri që ty vërtet të përfaqëson në një farë mënyrë për sa i përket përmbajtjes së tekstit dhe asaj që thot, që evokon? Shiko, në vërtet të gjithë karakteret kanë atë pjesën time, kanë anën time të konceptimit, domethënë se si unë i shoh në përgjithësi gjërat. Edhe këto ndahen pastaj në raport me agresivitetin, domethënë me raport me ëmbëlsinë, me komikën, me dramatikën, po unë kam darë, si thosh, në këtë pjesë kam shumë naqe, domethënë në mendimet e mia. Pra atë thjeshtësinë që asnjë dhe naivitetin që asnjëherë nuk e kupton pse ndodhin gjërat, në fakt, kur ka një rrugë shumë thjeshtë që nuk mund të ndodhë. Po. Sigurisht pastaj kam atë pjesën e agresivitetit i çik ke pjesa kulit, po themi, i cili është personazh që nuk ja haqeni shkopin, hiqet sigurisht si naiv. Jo si naiv, nuk hiqet si naiv, po domethënë është njeri që është mbi këmbët e veta, ka një profesion, ka arritjet e veta dhe në fund është
po prap domethënë ai që është pa kursime, pa para, një njeri shumë i thjeshtë edhe profesionist i mirë, por që natyrisht nuk është fare në hartën në hartën e këtyre. E këtyre gjërave. E kuptoj. Ndërkohë ke një personazh të fundit se të ndërpreva koca për të ngacmuar pak, për t'i dhënë ritëm, një personazhin e një stilisti? Rimin, po. Apo jo? Po, shiko, tani bota ka arrit me një piku, vetëm në Shqipëri arrin me thonë gay. Gay në fazë është ofezë, sepse dhe ata janë njerëz, si ne, thjesht kanë preferenca të tyre, ashtu si të gjithë kanë ato vrimat e errta në karakterin e tyre. Në karakterin e vera. Po, janë të errta, themi të errta sepse ne nuk e dim, ku dëgjoj, unë s'kam provuar ndonjëherë me qenë i atill për me kuptuar domethënë se si janë. Po realisht e realizon shumë bukur karakterin e një të tilli. Faleminderit. Unë kam një gjë që çdo karakter. Unë kam një gjë, çdo karakter që përpiqem ta realizoj, që në momentin që filloj ta konceptoj, e konceptoj personazhin me dignitet. Nuk e konceptoj një personazh, domethënë që patjetër ta bëj që njerëzit të qeshin, të tallen, Po. Jam i qartë. E kuptoj, ndaj dhe prezantimin e bëra jo pa qëllim ashtu në fillim për treguar që ti je i sofistikuar edhe ke klas në humorin që bën. Që është pak e vështirë. Faleminderit shumë, për këtë kam edhe shumë pak fansa, besoj, sepse klasi është pak larg për tu arritur. Shiko, ndoshta në këtë jetë mund ta binte të ishim diçka tjetër kjo. Por fakti që jemi këta që jemi, domethënë ashtu si ti në atë gazetarinë tënde, e kupton, ke mbi 20 vjet që i reziston tregut, ashtu dhe unë me artin tim. Domethënë do të përpiqemi që ta arrim në fund të themi okay, ne e bëm tonë. Unë bëra diçka, ju bët diçka, ai dhe secili dhe të dyja profesionet pak a shumë shkojnë paralelisht me njëra tjetrën, sepse e keqja është shumë kollaj të perceptohet dhe evidentohet. E mira është shumë problem dhe një nga faktet që gjërat në Shqipëri shkojnë në atë mënyrë se si shkojnë, është që ne shqiptarët jemi shumë të vëmendshëm ndaj negativitetit se sa ndaj pozitivitetit. E shohim shumë kollaj të keqen dhe mi po duke evidentuar të keqen, sigurisht ajo vorbulla të merr pastaj dhe kush është pjesë e të keqes ngelet me atë lloj vështrimi. Pra, në një farë mënyrë unë kur shkruaj personazhet, i perceptoj, i konceptoj me personalitet dhe nuk toleroj as kërkënd, as një personazh tjetër, si më thonë. As një lloj partneri që të matësënoj personalitetin e personazhit. E personazhit. Shumë e bukur kjo. Edhe pikërisht personaliteti i këtij personazhit që përmenda unë është shumë pikant, duket sikur e ndesh gjithandej, po ndërkohë duket sikur se të ke takuar kur një personazh fiks si ai. Sepse në përgjithësi çfarë personazhesh ke studiuar real për të mbërritur tek ai koncentrim? Shiko, Rimi është një personazh që ka dalë këtu e 15, s'maj mend tash 15 vjet përpara, direkt unë mbas mitit që ishte personazhi lapidar që mua më pëlqejnë sot e kësaj dite. Ma kërkojnë të gjithë sepse ishte një pjesë domethënë ai përfaqësonte shumë mirë, po themi diasporën ose emigrimin ose emigrantin, me herë dola ke Rimi. Domethënë dhe krijimi i Rimit ishte pikërisht në ato kohë kur as nuk mendoj, domethënë ishte tabu në Shqipëri që të ngrihe në art një personazh të tillë. Por në fakt ne të gjithë kemi formën tonë, thash edhe herë. Çështja është kujt duhet t'i japim prioritet. Dhe sigurisht, sipas personalitetit, talentit dhe stilit që unë përdor, unë në të gjithë karakteret e mia, prioritet jap punës. I jap vlerave. Nuk do gjesh ke unë një karakter, nga po them mbi 40 e sa karaktere, paktën që kam konceptuar në Portokalli. Nuk flas vetëm për ato të interpretuar vetëm nga mua, por edhe të shkruaj nga unë.
nuk janë, domethënë janë të gjithë të aftë në punën e tyre dhe nuk bëhet kur humor me debelizmin, me fenomenin negativ për shembull. Çfarë mund të jetë negativ, pozitiv, se në këtë kohë që ka ardhur ne s'dim fare, a jemi negativa, pozitiva, s'dim ku është më e mira, ku është e keqja, me thënë drejtë. Kjo është e bukur, po, nuk dihet se ku qëndron kufiri, e vërtet është. Po ndoshta e mira e karaktereve është që ti kenë të dyja bashkë, ashtu si dhe me njeriu, apo jo? Po lexon komentet, ë? Po, nuk e ka. Përshëndetje, doja një këshill nga ju, ëndra ime nuk plotësua dhe vërtet po ndihem në një farë mënyre në depresion, sepse ëndra ime nuk plotësohet nga ekonomia që kam. Çfarë të bëj? Ata la ëndrrën time, ndoshta është një i apasionuar pas aktrimit, patjetër. No, ëndrrën kur mos ta lesh, sepse unë ja them edhe vajzave të mia. Domethënë se këtu është jemi çik në kontrast, jetojmë. Domethënë se kalamajt kanë miqë edhe miqt janë sigurisht amerikanë dhe kur marrin vesh që prindit janë famshëm, i thonë ç'a doni ju këtu, ju do të jeni në Hollywood. Sepse shoqë. Edhe kalamajt e kanë për ashtu dhe unë i them papa, do të shpjegojmë ne jemi artistat e një vendi tjetër që po jetojmë këtu, por që ne kemi një ëndër, kishim një ëndër dhe po babi po ëndrat nuk realizohen. Nuk është, domethënë, nuk është jeta ëndër, po të goca madhe. Sa vjeç është goca e madhe? Ëndra na ka, goca është 14 vjeç. Ëndra na ka sjell këtu. Mua për vete, personalisht unë nuk i kam braktis kur ëndrat e mia dhe kam qenë më i bindur se kur që ëndrën do ta kap. Dhe mjafton ëndra, kuptohet, domethënë ti je ëndër që shkosh të hash drek në Mars, nuk është më ëndër, është pastaj është gjë tjetër. Është utopi. Por çdo gjë që e rëndësishme është të dish domethënë edhe ëndra ka atë pjesën e vet që ti je objektiv ke ëndra jote. Nëse ëndër është që ti mund të bësh dikush absolutisht mund të bësh. Nuk diskutohet. Ama nëse ëndër është që të fluturosh, nuk e di. Ata që e kanë provu nuk e kanë dalë. Ndodhesh në Amerikë, dua të di sepse gjithmonë të shoh sa prezent në Shqipëri, shumë prezent në Shqipëri, pastaj pa pritur në një vend të botës. Nuk e di se çfarë ndodh me ty, je aventurier apo je një person që nuk të rrihet në një vend dhe nuk naqes asnjëherë me atë që ke? Unë, më falni, se desha me marë të lekë. Po, vazhdo normalisht, mund të pish diçka, nuk e di çfarë je duke pirë, po mund të vazhdosh të pish, të bësh kafe. Të bëft mirë. Pi dhe një kështu. Ha do gjo me pi ti e? E pra, ja kam dhe unë diçka, uj. Okej. Nuk jam aventurier, po njeriu është unë të paktën gjithë të qarë, kam pas fatin, le të themi që jam një familje madhe, jemi familje internacionale me përbërje shumë komshe në rënë që në gjenezë, po themi, familjes dhe kështu, domethënë atë shpirtin e udhëtimeve edhe të lëvizjes e kemi në gen, nuk është çështje që e kam vetëm unë edhe ne të gjithë jemi shtektar. Jemi shtektar. Jemi shtektar dhe besoj që është një nga gjërat që mua më ka fuqizuar jashtëzakonisht shumë. Dhe më ka ndihmuar në jetë, po ashtu dhe mendoj që një nga investimet më të mëdha që kam bërë për fëmijët e mi, domethënë ashtu si unë dhe bashkëshortja ime Rina, sepse është pjesë e pandare do flasim dhe për Rinën. Do flasim dhe për Rinën në fund. Edhe them janë udhëtimet. Kjo është investimi. Kam pas fatin se familjen time, domethënë familja Tineti, është në Francë. Francë, ti këtë. Po, edhe jam si tu shto 15 vjet e fundit, jeta jonë është vërtit nga 3 muaj në vit në 3 vende shumë ekstremisht të kundërta me njëra tjetër. Në Amerikë, në Francë edhe Shqipëri. Ky është trekëndshi i Bermudës që domethënë ta bën jetën sa të bukur, aq sfiduese, aq edhe
Plotësuese, po mua më duket dhe vështirë, apo të marrësh valizhe dhe të lëvizësh, duket sikur njeriu nuk gjen rehat. Ti si e stabilizon veten kaq shpejt nga një vend në tjetrin? Na tregon një sekret për njerëzit që i kanë fobi këto udhëtimet e shpeshta nga një vend në tjetrin. Veti sekret është që bota është zvogluar shumë edhe për ne shqiptarët. Dhe të njohësh një kulturë, domethënë për mua nuk është, nëse nuk ndjehesh mirë në një vend, shumë mirë mund shkosh në një vend tjetër se ndoshta ke qenë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, ke lindur aty dhe ke pas, domethënë atë nuk është energjia jote. Njeriu është mirë të provojë, jo më bota ka tradit, domethënë këtu amerikanët, po themi, marrin familje dhe ikin jetojnë 7 vjet, 10 vjet nazi, kur dijon. Jetojnë në Afrikë, jetojnë në Gudin, sepse është bukur, një jetë kemi dhe sa mundësi ta përqafojmë jetën e ta njohim atë njohim mënyrat e jetesës, se neve kemi vetëm një mënyrë jetese. Dhe përballja me këto është e vështirë, njëkohësisht sa t'jep edhe shumë të mbars, sepse të mbars me mikse kulturash, me lloje kulturash të ndryshme. Dhe ti pastaj nëse di minimumi 3 kultura, se aty bërtiten 3 botë. Bota parë, bota e dytë, bota e tretë, që jemi ne. Ti pastaj di të justifikosh edhe të justifikosh klasë nëse ndjehesh keq në një vend dhe nëse ndjehesh mirë në një vend tjetër, se kjo është diferenca. Por duhet të kesh Duhet kesh edhe para, duhet kesh edhe para. Absolutisht, prandaj do them, këtu hyn pjesa e fatit. Por unë ato para, për shembull, nuk i kam bërë si shumë kolegë të mi që mund t'i kenë investuar në biznese. Për mua e rëndësishme ka qenë gjithmonë unë bileta avioni i kam bërë. Domethënë, edhe mendoj që kam bërë gjën e duhur, gjën më të mirë. Sepse as kërkush nuk u ngop me pasuri dhe kërkush nuk e mori me vete. Ama udhëtimet janë emocion. Të jetosh domethënë 3 muaj në një vend si Franca, kuptohet që e ke bazën se ti nuk pagun qira, por ti jeton njësoj. Më kupton, ti shkon në supermarket, bën shpenzimet janë, po. Shpenzimet gjëra dhe kupton që në Francë është më lirë se sa në Shqipëri. Dhe kjo është dramatike. Vjen në Amerikë, nuk e di, e shikon, domethënë këtu në Amerikë thonë ti s'ke ardhur akoma nëse nuk shkon me ble vet buk në dyqan. Atëherë e kupton që ke ardhur në Amerikë. Dhe kupton që gjërat që na janë dukur kaq të vështira, jo, nuk janë aq të vështira, sepse në një shoqëri me rregulla, mjafton të respektosh rregullat dhe ti kupton që qenë ke jafte edhe për këtë, edhe për këtë, edhe për këtë, edhe për këtë. Dhe për këtë fakt i gjithë komuniteti shqiptar që është në Amerikë të paktën janë të gjithë të respektuar, janë të gjithë me personalitet dhe me dignitet. Dhe kjo është ajo që doja të dija po sa shtetësi ke rënd? Nuk kam shtetësi, jam gjithmonë shqiptar. Shqiptar, nuk e ke një pasaport franceze? Jo. Europiane, po pse? Sepse mendoj që nuk bën asnjë diferencë. Vërtet? Po, sidomos në këto raste tani që është kjo puna e Covidit, ato që kanë një pasaport europiane e kanë më të thjeshtë për të lëvizur e gjëra të tilla, apo jo? Jo, patjetër e kam për shembull, po mua kur më duhet unë përdor babai. Domethënë, unë shkoj në Francë dhe shkoj në Evropë sepse babai im është qytetari i Evropës së Bashkuar. Po, na tregon pak që na tregon pak historinë e babait që është i Europës. Do të thënë, na tregon pak historinë e familjes, sepse gjithmonë më ka intriguar. Që të shne Erandi dhe këtë mbiemrin e keni Sojli, domethënë që në Shqip është fis i mirë, Sojlit, domethënë një fisnik. Na e shpjego pak me pak fjalë këtë punën e familjes suaj. Po shiko, familja është shumë e ka
Jemi një familje multikulturale, e kupton, 3 gjyshrit, po të gjyshi dhe vëllezërit e tyre dhe stërgjyshja më saktë ka qenë me stërgjyshin të ardhur në Tiranë, edhe këtu krijun si thosh atë familjen e tyre, madje stërgjyshja ka ardhur nga Vjena, ajo u pagzu ato e vendos në Strug dhe pastaj fillon u vendosën në Tiranë, bën 4 fëmijë, 3 djemë dhe një vajzë, të gjithë djemët morën gra të huaja, njëri me turke, tjetri italiane, tjetri jugoslave, e kështu me radhë, vetëm të shekishim lartë. Kjo që ka për film, kjo që nga një histori për film dhe sa ke që nuk e ke bërë ende një film të tillë. E kam bërë, po nuk më japin fonde, sepse nuk jam në listën e të preferuarve të skenaristëve, dhe po jam përpjek, domethënë me qapo fonde dhe me emra kot tash i dihet ka një struktura në Shqipëri që funksionojnë ashtu, e kupton, dhe unë jam i lumtur që domethënë jam kështu si jam, por thjesht nuk domethënë dhe herë që u bona marr më dhan një projekt e fitova, po themi, e ajo humbi. Po nëse mos dalim ke kjo pjesa, nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që familja kështu u formu dhe pastaj lindën gjajat, lindën çunat e gjajës, baballarëve, brezit 2, kështu brezit 3. Po jemi rritë në një shtëpi të madhe me që kemi pas 3 kultura mikse shumë, që nga orientalet deri ke ato romanet alla e vërteta. Dhe sigurisht çetem ishin 3 nuse që kishin, domethënë nuse, se ti e gocë. E kupton çfarë është nusja. Domethënë imagjino 3 nuse, një jugoslave, një italiane dhe një turke që kanë për vjerr një austriak. O zoti i madh. Se pastaj nuk ngeli mo njëri se djemt na internun e këto domethënë u dëmtum si thosh gjyshi ime, vëllezërit e tij, halla ime. Keni dhe një histori persekutimi, apo jo? Urdhon? Keni dhe një histori persekutimi pas gjithë kësaj. Kemi një histori persekutimi, ne jemi domethënë nga të rrallët që nga 44 e këtej bile pardje kishin ditën e 4 shkurtit që u vras për gjyshin. Se thosh po që s'është përmend asnjëherë. Ne kemi qenë familje investitorësh për Adheun, për Tiranën, për gjithë. Kemi histori shumë jemi shumë të lidhur me vendin. Domethënë, por ja që sado i lidhur thjesht, e kupton, gjithmonë jemi të shtektuar. Kemi shtektuar gjithë dhe atje tash un kam vetëm një hall edhe pastaj 2 halla. Që edhe ato janë ike ajde, domethënë nuk është se po kështu si familje kaq multi dhe ato janë, duhet me thonë që unë gjej rastin se tu jap kuraj edhe nuseve tjera, atyre nuseve të reja të shkojnë mirë me gjera. Imagjinosh tash të lesh venin tat për njeriu që ti do, për dashurinë se të treja e abandonun venet e tyre që të jetojnë në Shqipëri me burrat e tyre dhe erdhi diktatura dhe ato ngelën të mbyll me burrat, njëri vdiq, tjetri internu, tjetri në burg. Dhe ne 4 gra të huaja të bashkuara, e kupton, në një vend që u bë veni tyne dhe që na dhan dashuri dhe na rritën ashtu me atë mirësinë dhe me atë respektin dhe tolerancën dhe gjithë të pjesën tjetër. Duhet ta bësh film patjetër se unë tani vetëm kur tregon ti dhe turi im, jo e di, po duhet ta realizosh, se skenarin e ke bërë. Ta realizoj, po pres që të mbarojnë të marr paratë e burgut të gjyshit, që të marrë dhe kështë të tjera, që ta bëjnë film. Bëj shaka se mos... Bëj shaka që kjo pjesa do më thonë... Shaka gjysma, shaka. Skenarin e kam bërë. Tani shpresoj shumë, kur të fillojnë, do më thënë me erat e reja që do të frynë mbas 25 prillit, do aplikoj dhe unë si një artist modest, edhe shpresoj që të gjej fonde që... Aty në Hollywood, sa reale është të shkelësh, të hysh, të provosh, të çosh një skenar? Unë të them të drejtën, nuk e kam marrë mundimin fare, sepse është, e shikoj Hollywoodin
e shikoj si pazar, nuk e shikoj si vërtet një vend ku provohet art për mendimin tim. Sepse sot është shumë kollaj që njeriu me një telefon edhe mund të bëj lloj gjërash dhe të tërheqi fansa edhe marri like, të paguhet nga YouTube e nga gjitha këto. Por nuk ka lidhje me artin. Këtu ku jam në Boston, domethënë që jemi ai bregu lindor, po them. Jam shumë mirë sepse këtu ndjen mirë me bashkëpunëtorët që kam si amerikan ashtu edhe shqiptar që janë personalitete në këtë fushë. Mendojmë që mund të prodhojmë art dhe po përpiqemi që të me shqiptarët që jetojnë aty, ë? Po me shqiptarët dhe amerikanët. Domethënë shiko, kjo është shumë domethënë kjo pjesa me shqiptarët për shqiptarët. Jo, këtu mëson thjesht qytetar i botës. Edhe shqiptarët sigurisht janë ajo pjesë e karakterit tat, por në art zakonisht këtu nuk është kollaj të dominosh nëse ti nuk e asimilon atë pjesën lokale. Ta kapërcesh. Ta ndash dhe ta përpunosh dhe të bësh në fundit atë që ti ndjen. Sepse bota, fenomenet në gjithë botën janë po ato. Thjesht mënyra e përpunimit të tyre janë ndryshe në çdo këmbë. Sa të duan, unë ndërkohë që ti flet më vjen në mendje shumë pyetje, sepse je ti që më inspiron ose më çon për detaje që unë dua të mësoj edhe më shumë. Për shembull, doja të dija ajo unaza me një gur të kuq. Çfarë është? Se mu duk si këto unazat e sultanëve të Turqisë. Atëherë, kjo është një dhuratë shumë e bukur, një pjesë është dhuratë. Unaza ka simbolet e familjes, është unazë e familjes, si thosh. Tu në fund ka atë stemën e teatrit, si thosh, ato dy fytyrat njeriu. Dhe është e punuar enkas, po themi, guri është rubin. Rubini është guri im, domethënë i Gaforës, unë jam Gafore. Po thonë Gafore jam. Po pra ne buzëqeshim ne kur e shohim njëri. Edhe punimin ma ka bërë një njeri shumë i veçantë për mua që ishte komplet surprizë, i vllai i Visjanit, Visjan Uksenaj. Është aktori i unë kur punoja me Grand Hoteli, kur mora Grand Hotelin atëherë që bëja skenarin e Grand Hotelit Kristës, si thosh punoja shumë me Visjanin, edhe ai në një formë mirënjohje, unë kisha në mend të bëja një unazë vllajve, sepse kisha një pjesë të gjës time që desha ta, dhe pastaj ai shkova atje. është një unazë që kur e kam vënë në gisht, nuk e kam hequr dhe sa herë ma përmendin e kujtoj me shumë respekt dhe falenderoj shumë të vllajin e Visjanit. Sigurisht. Shumë e bukur. Visjani, por është vërtet një artist, është një artist që punon çdo gjërat e imta, është një art vetë dhe pastaj kur punon me gjërat imta dhe plotson kapriço artistash, ajo është pastaj. Sa kapricozje nga 1 deri në 10 me që folën për kapricot, se në fakt dukesh detajist, pak tipi vështirë. Kam qenë 10. Kam qenë 10, tani mund të jem 3. Po ku shkuan këto 7, pse zbrite? Po se jeta të përplas në atje ku ti se mendon kur, nga një step në një step tjetër, dhe ti fillon të kuptosh që ti je kapriços, është luks, nuk është thjesht. Shumë e vërtet. Ose mendoj që po kur në çfarë moshe ose në çfarë faze të karrierës ti ke qenë kapriços? Ka lidhje me rinin ose me famën, me suksesin? Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare me është pjesë e karakterit, do thosha. Domethënë, po si çdo kafshë e egër që fillon dal nga dal dhe zbutet. Po në përgjithësi ka qenë kapriçoja, ka qenë
Po themi, kur arrit atjen, do më thënë që të konfirmoj veten time që unë jam i aftë për të bërë gjëra. Shkruante një komentues. Po e them në mënyrë modeste. Shkruante një komentues sa pse pyet për kapriçot kur jeni të dy gaforja. Domethënë e lidhin me shenjën, supersticioz. Sa duhet jesh? Ti je realisht, i beson? Unë jam nga 10 jam 100, nga 1/10 jam 100. Vërtet, ë? Po. Po pse? Jam nuk e nis ditën, po nuk pash horoskop. Shumë interesant. Horoskopin tim dhe horoskopin e bashkëshortes. E bashkëshortes. Po, dhe kur filloj punë, kur nis bashkëpunime, gjëja e parë që i pyes kur intervistoj bashkëpunëtorët është shenja e horoskopit. Me cilën shenjë nuk përputhesh fare, që nuk ja vlen të hysh në bashkëpunim? Për ironi të fatit është pikërisht shigjetari, femër, që është bashkëshortja ime. Ti të shkrinë, me të vërtet? Po në fakt ju jeni një çift perfekt. Një çift më interesant se sa ju nuk kam parë. Po dhe ajo është e lezetshme. Jo, ajo është shumë më e lezetshme se sa mu, po thjesht lezetin ajo do ta mbaj për vete, nuk e bën lezetin publik. Unë si gafore kam tjetër. Po, jemi demonstrativ. Po, Rina është vërtet një shigjetar, domethënë një shigjetar është një shpirt i lirë që nuk do kufi. Është njëri që nuk e pëlqen shumë pjesën e komercit, domethënë reklamën. Po, duhet ta themi që ka qenë në Portokalli, ka qenë dhe tani një karakterit më interesant. Me shumë lutje nga ana ime. Ashtu, po. U priti jashtëzakonisht mirë nga kolegët, sepse kolegët e njohin. Edhe dinë si është Rina, që është Rina. Ajo është ndryshe, domethënë. Ndryshe. Në 1000 femra që ka arti, po themi, është gjithmonë ndryshe. Nuk e di, i buron apo ditjet ndryshe. Po si, më duket sikur e adhuron. Ekziston martesa? Jo, nuk e adhuroj. Nuk e adhuroj, por e ndjek. Sepse është njëri shumë fin. Edhe me finesën e saj, me elegancën e saj, po them ka arriti të zbusi një shpirt rebel si jam unë, edhe një njeri që, po them, nga 10 deri në 3, capriccio, jam se kam bëj me një shigjetar. Ti ka hequr ato nivelet e capricciove. Shumë bukur, po jeni xheloz për njëri tjetrin, ekziston martesa perfekte pa tradhti, dua të ma thuash troç që ran, vetëm nga ty e pres të përgjigje të sinqert. Shiko, mua nuk më pëlqen fjala tradhti në vetvete. Sepse ne nuk jemi qenë, e kupton, që jemi besnik. Qenë janë besnik të njerëzve. Macet janë besniket e shpive. Ne jemi krijesa prej mishi dhe prej gjaku. Dhe tradhtia për mua nuk ekziston në konceptin të shiun, s'po flas që domethënë për ata njerëz që janë çdo ditë me nga një të dashur tjetër dhe vinë në shtëpi dhe domethënë kjo pjesë përjashtohet nga diskutimi jonë. Jemi në një nivel tjetër edhe për dëgjues. Patjetër, po. Domethënë tradhtia është si cigaria. Ti vendos ta lesh, është unë, domethënë dhe thu edhe një. Dhe e pin edhe një dhe me njerë mas i e pin ti bësh pishman. Mos që e piva, mund ta kisha lënë. Po e them kështu në kuptimin më artistik të fjalës. Shumë shpjegimi bukur, po. Por unë nuk e di nëse do ishte tradhti dhe nëse ne adhurojmë, po themi mbretërit, edhe themi shikose mbretëria, se ku digjon, ata që kanë dorë të kenë modelet e jetës, atyre i takon në fakt të na tregojnë nëse tradhtia ekziston, a mund të jetë një martesë e lumtur.
Një martesë e lumtur mund të jetë vërtet shumë e lumtur kur ne kemi pjekurinë që dim që të ndajmë me bashkëshortët dhe të dim deri në ç'pikë duhet kërkojmë. Domethënë, nëse Rina mua më ka robruar, domethënë dhe më ka marrë larg tradhtive, po e them me shumë krenari, nuk e di, se më pëlqen fjala krenar, po e them me shumë sinceritet. Ke të drejtë, edhe mua s'm pëlqen, më duket shumë demodeste. Po Rina më ka robruar me lirinë që më ka dhënë. Shumë e bukur. Ja, prandaj të kemi qef në ty me këto, se i skenaristi, Jo, jam i sinqert, nuk e rri, shikoj çdo gjë ka një bukur ishte, është si lojë fjalësh. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Po, domethënë, unë nuk e kam ndier kur rinë në jetën time xheloze. Madje për këtë jam bërë edhe agresiv, se them ti s'më do, sepse edhe pastaj xhelozia nga posesiviteti edhe nga këto gjërat e tjera kanë një ndarje, po tjetër gjë i them unë xheloz, tjetër gjë i thot dikush tjetër. Domethënë është gjithçka çështje interpretimi. Po, shumë. Domethënë kjo është për audiencën që ta kuptojnë, domethënë është varet në sytë e mi, në mënyrën si e interpretojmë, se xhelozi nuk është gjithçka. Po. Domethënë nuk mund të ketë xhelozi shoku me shokun. Po ka dashakeqësi. Domethënë kjo është pavarësisht se quhet xhelozi, që bëhet xheloz që ai. Xhelozia vjen emrin sepse nuk ka një fjalë tjetër, po themi që është më e përshtatshme. Na knaqe, po pyes se dikush sa e ke profilin të mbyllur në Instagram, sepse duan të po pse nuk e mban të hapur, ti je artist? Unë jam artist, po shumë shpejt do dal me 2 profile tjera si këtu, si në Facebook edhe në sepse tani që ka ardhur kjo koha e virtualitetit. Pandemia na ka shkatërruar aq keq, na ka dëmtuar shumë në projektet tona, flas për veten time. Po besoj gjithë artistët i ka domethënë nëse ka pas një stres vërtet të dënuar. Ka qenë janë artistët. Artistët kur i shoh edhe këtu kompani të mëdha që janë investim, domethënë entertainment, biznesi entertainment mori fund. Edhe në përpjekje për me nda, pra me shpreh atë gjithë projektet që ke në këto kanale, sigurisht do të bëj jam duke punu për kanalin tim në YouTube, por sepse du të dal me disa produkte, domethënë me disa filma, komedi, seriale, për të cilat po punojmë bashkërisht me një grup shumë të mirë këtu edhe me një kompani shumë prestigjioze në Shqipëri, si thosh. Për të arritë që kem edhe në kanalin tonë, televizionin tonë. Duhet ta kishe bërë më përpara, je vonë, për mendimin tim. Jo, nuk jam vonë, se mua nuk më pëlqen. Se të ngacmoj. Po, e kuptoj, jo, të gjithë ma kanë thënë. Rand, shiko se ti kështu se... Jo, po unë jam artist, se me vetëm. Edhe nuk mund të dali çdo gjë si dhe jam një artist nga i cili jam mësuar që kur të dal në skenë të kem një ushtri nga mbrapa. Po. Kuptohet, jo se i kam paguar tjerë. Pra kjo është fuqia një televizioni dhe kur ke pas back më falni, në krahët e tu një fuqi, domethënë si Top Channel, është vështirë që ti pastaj të dalësh dhe duket sikur ulet profili, se të vjen me vërtet, ti kur dalësh, duhet dalësh ai që ke qenë pa pas ramje në kualitetin me cilin jam mësuar publiku me të pas, sepse publiku është ai, domethënë unë i falem publikut nga mëngjesi deri në darkë. Se falja ti pas kemi jetu, se pandemia tregoi që pa publik çdo gjë. Po, se tani u zhduk publiku, u zhduk grumbulli i atyre që duhet trokasin realisht. Dhe për këtë gjë dëshiroj, domethënë jemi gjallë dhe e kam thënë edhe më përpara, para se të vinte pandemia, që ne mbahemi nga audienca dhe nga publiku, dhe aq më tepër publiku shqiptar që unë gjej nuk lë rast pa e falenderuar, sepse janë ata që realisht na bëjnë ne. Shumë e vërtet. Mariana Kondi bërë një koment, tha ylli im, ç'është kjo dashuri
e jotja me Marianën, se vërtet është një dashuri e papar në dy kolegëve. Mariana është, se na bone me ullë që sa e mirë është për zë. Sa e mirë është Mariana, të kënaq. Mariana është një, domethënë Mariana ka një natyrë dhe një tip që është paga shumë, duhet ta njohësh për me arrit që të kesh konfidencat e duhura dhe që ta kuptosh si natyrë. Por Mariana është, për mua, të paktën, është, si të them, një mësuese, një kolege, është një motër e mirë, është një grua e mirë, është një njeri i cili di jashtëzakonisht shumë për me depërtu, me sinqeritet, edhe edhe kjo si sa edhe e talentit që ka. Dhe për mu Mariana është një nga aktorët e vetme shqiptare që i ka prek të gjitha zhanret art, e skenike. Dhe në të gjitha ka qenë e suksesshëm. Domethënë mos shkoj shumë lart, shumë afër, domethënë ne aktorë jemi gjithë, po në film për shembull e kam pas ëndër të më merrte një herë Dimitër Anagnosi në një film. E kam pas ëndër. Dimitrin e kanë besoj që do realizohet. Mariana e ka dhe një eksperiencë të tillë ekstreme, ashtu siç ka dhe një eksperiencë ekstreme, më të mirat, më të dashurat me Met Begën. Domethënë, imagjinon një Marianë midis Dimitër Anagnosit dhe Met Begës, çfarë diapazoni ka ajo. E bëre shumë bukur, për më vete. Dhe unë e dua shumë sepse natyrisht nuk jam person që du t'i bëj qefin, por kam pas fat që e kam njoft dhe që e njoft dhe që e dua shumë, pikërisht sepse Mariana di shumë. Dhe është një nga ato të pa fata, po themi, në art, ashtu si që jam dhe unë, e kupton? Ne nuk kemi shumë fan, ne nuk kemi njerëz që të luftojnë për ne, sepse nuk jemi pjesë e atyre rrethinave që duan zakonisht planet e mëdhaja që të kemi. Kështu që, por Mariana është aktore brillante. Në fund, do më thonë për mu, nuk e di, është njeri shumë special, i veçantë dhe jo vetëm profesionalisht, po flasim dhe marrëdhënie familjare, për shembull Mariana, unë dhe Nori dashnor Diko, jemi shumë shok. Domethënë edhe jemi shok të Marianës, kuptohet. Dhe Mariana gjithmonë flet me Kean, për shembull me bashkëshorten e Norit, i thotë, "Ej, Kea, shiko, të shiste, mos ma më për kështu, po unë ty të kam mas Norit." Domethënë, unë të Norin, edhe Rinës i thotë, "Shiko, Rina, ty s'ngel atë", i thotë, "Po me ty e kupton, ty të njoh prej burrit." Mariana si shkon çdo gjë. Është një zonjë e madhe. Është një zonjë e madhe që më vjen shumë keq që domethënë bashkëpunimi jon pati kufi, si thosh, për arsye të largimit tim edhe të kushteve, se tash do jetojnë njerëzit, e kupton? Po unë nëse do të kisha buxhet, nëse do të kisha fonde, unë Marianën do ta kisha në çdo produkt. Është shumë e mirë ajo të ashtu siç e kam në zemrën time, e kupton, Marianën edhe shumë kolegë të tjerë, mirë, të cilët unë s'para kam qef, kam një natyrë që mos t'i reklamoj njerëzit që du shumë, sepse i du për vete, e kupton, nuk kam qef kështu jemi negatorët, edhe unë reklamoj ata që dua. Jo, jetojmë në një shoqëri gjithmonë më të pasigur. Shumë e vërtet. Po, me qënë se jemi tek këto dashuritë e tua në rrethin e artistëve, mund na përmendësh dhe ndonjë emër tjetër që vërtet e ke debulesë, ke pikë të dobët, që mendon se jeni miq për kokë? Kam shumë. Kam shumë, paktën kolegët me cilët kam punu më kanë dhënë shumë.
si të thush, dashuri, më kanë dhënë shumë respekt, sigurisht unë kam bashkëpunu me ta, ata kanë interpretuar rolet mia, por domethënë gjithmonë unë jam mirënjohës në çdo rast dhe unë nuk llogaris shumë ç'a mendojnë të tjerët në fakt për mua, sesa llogaris atë ç'a unë jam mirënjohës të tjerët. Një nga gjërat kryesore kam institucionin e mirënjohjes në kështu jam edukuar, nuk se jam është vlerë e madhe, është vlerë e madhe. Është vlerë e madhe dhe me gjithë kolegët kam pas, domethënë dhe kam ruaj një marrëdhënie të veçantë. Unë nuk harxoj kur dy vetë janë njësoj. Domethënë kur dy vetë janë po njësoj të mërzit, kur kolegu nga kolegu, domethënë njerëzit që unë punoj nuk kanë diferenca flas në karakter në këtu midis njëri tjetrit, unë nuk e pëlqej atë gjë. Pra nuk pëlqej një grup ku janë gjithë njësoj. Ku të gjithë thonë po, edhe ku të gjithë thonë jo, ose ku të jo. Unë du, domethënë ashtu, sepse arti aty del, ashtu prodhohet. Kam njëri veçantë dhe njëri shumë special, kam Kreshnik Ibrahimit, për shembull. Kreshnik Ibrahimi është në Gjermani, jeton atje dhe ai vazhdon të jetojë me profesionin e vet dhe me gjërat e veta. Është një nga njerëzit që unë kam ndjerë një lloj përgjegjësie më të madhe sesa domethënë tjerë. Nëse me Mariana kam qenë i barabartë, si thosh në diskutime në gjëra që miku kam pas një lloj patrioneteti, patronazhisti, si thosh kam pas në nuk e di, në patronazh është Niku besoj e njehni, është ai që gjithë kam pas bë kulin e Zogut Zi, kosovar, që bën Ramusha Radina. Biles tani më kujtua thash se harrohen njerëzit e çuditshme, po u zhdukën nga jo, ai nuk është zhduk, ai ka bërë një kanal të vetin, ka bërë një emision i shbin albaner në Gjermani. Është një nga emisionet më të famshme për diasporën shqiptare. Për ne këtu them se për ne, po kjo është për këto rrethinon këtu që the ti. Për këtë rrethin e vogël. Ajo rrethina aty nuk ka asnjë lloj faji, domethënë sepse ajo serviret edhe ai sot është, domethënë të luftosh që të arrish diçka me punën tënde është budallik mendoj. Domethënë sot njerëzit përveç se punojnë, duhet luftojnë që ajo punë është e tmerrshme, është një sforcim, 10 fish sforcim. Sa humor të bukur ke, thot një komentues. Sa humor të bukur ke, thot. Vetëm komplimentat kanë bërë, natyrisht që të duan shumë. Faleminderit, po edhe unë i du shumë dhe jam shumë borzli. Jam borzli. Profilin që të ndjekin më shumë. Bëj profilin publik. Do ta bëj shumë shpejt. Mirë, po ka dhe unë nga ajo mënyra se unë jam njëri që nuk jam shumë i hapur ndaj surprizave, ndaj gjithë sa gjë, dhe më duket, unë them një gjë që e bëj unë, pse duhet jem unë i veçantë? Mund ta bëjnë dhe të tjerët. Dhe më duket shumë, nuk më duket modeste, si me thonë, ajo pjesa e bu shumë që të temu të shi, okej, e ranë sojdi. Unë e di shumë bukur që kam qenë me fat. Dhe jam me fat, dhe kjo është kaq, pse, të talentum kam e mira, tu e hypër në metro, dhe unë shikoj njerëz, domethënë shikoj pantomimist, shikoj violinist, shikoj pianist, shikoj e kuptoj, sepse janë edhe metropole shumë më Shikojmë shikojmë dhe nëpër metrora shikojmë arte që se dim që ekzistojnë. Dhe kur vjen fundi, unë i them vetes, jam me fat, pse? Jam shqiptar e para dhe mu m'du shqiptarët. Edhe e dyta është që më ka pas Zoti dhe më ka hudh, sepse në vend tim mund të ishte dikush tjetër. Po, edhe ajo është. Duhet menduar në të dyja skajet por duhet edhe diçka që modestia ka dalë nga moda me kohë. Thjesht për ta ditur, po të ta them. Po, që kur ka dalë Instagrami dhe modestia nuk ekziston më, modesti nuk ta kupton më njëri. E di, po ka një gjë, domethënë unë Rina punon me një kolegj dhe ka thënë një gjë shumë bukur kur në fillim kur erdhi nga puna një ditë më tha, shikora, mos u mërzit ta. Ti bëje gjën ta, edhe po se bëre për robin e bën për Zotin.
janë ca gjëra që ti ato si në ëndër, kaq, mendoj që je në ëndër, çdo njeri i keq për ty është një ëndër e keqe. Çdo njeri i mirë, sigurisht nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq thjesht. Nuk është kaq e thjeshtë, gjërat shumë, i vujmë gjërat e këqija që na ndodhin. Jetë, por kur mendojmë që ajo e keqe që na bën ne me vujt ka bën dikë tjetër të gëzuar, atëherë edhe aty mund ta durojmë. Jo, patjetër, e ka përcen. E ka përcen. Erandi, un kam dhe një pyetje të fundit fare se do na mbyllin Instagramin se ne kemi 60 minuta që po bisedojmë dhe u kënaqem un për vete kam bërë bisedën më të bukur deri tani. O, të falenderoj, Klo, po ti, shiko, unë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë se je një gazetare, domethënë që edhe ti si puna Marianës i ke kalu gjitha etapat, domethënë dhe e njeh realitetin kultural, artistik, shqiptar. Se cilit personazh. Absolutisht, sepse ti je ritme, ne jemi ritme. Po, shumë e vërtet. Edhe ndaj dhe unë e kisha obligim, nuk do ta kisha bërë kur këtë gjë. Sepse nuk më duket vetja, aq më tepër tani që jeton në Amerikë, nuk më duket vetja aq special sa për t'i ngrënë kohë njerëzve. Për me prap erdhët e modestia, vazhdo te modestia. Ndërkohë dikush tjetër do të konsideronte një mendje madh që nuk pranon të japësh më intervista për shqiptarët tani që ndodhesh në Amerikë. Më kupton, ndërsa ti mendon krejt të kundërtën. Shiko, në Amerikë kanë përfundu personalitetet të artit shqiptar, unë kam pas fat që jam rreshtuar ndër këta personalitete. Se po them që nga ato që janë gjallë, që nga Noli i Madhe, Konica, po të marrim edhe brezi me cilët jemi rrit ne, Plum Kulla, Pi Romani, Astrid Sherma, Julnen Shati, Arben Dervishi, që është kolegu i janë Joli Paparisto, Agolli, janë sportistë të famshëm, sepse mendoj që ka diçka ky vend, na lejon të jemi vetvetja. Ndryshe nga vendi jonë që nuk na lejon të ishim vetvetja. Sepse vetvetja është me punë, me djersë, edhe të marrësh atë që meriton. Po, shiko, të gjithë meritojnë më shumë, po minimumi të jesh happy për atë që bën. Dhe vazhdojnë komentet për fjalët e mençura të Erandit, ndërkohë unë kam një pyetje të fundit dhe do e mbyllim që mos na e mbyll se dua ta ruaj këtë intervistë Erand, ta postoj te muri i revistës Story. Pyetja ime fundit është sepse ti ke një anë tjetër shumë të bukur, atë të tekstshkruesit dhe të këngëve që ti bën për vete. Dhe një nga ato që mua më ka prekur shumë është një këngë e para një viti më duket që titullohet Jam si jam. Ajo është shumë këngë prekse. Aty ti thuaj që unë jam ndryshe sepse vi nga tjetër planet, ndërkohë që thua e konsideron veten në një resht lolo të kësaj skene. Dhe unë dua të di se pse është krijuar kjo këngë, kujt i dedikohet dhe sa njerëz kanë qarë kur e kanë dëgjuar, se pavarësisht se ti ja shkruan vetes, duket sikur gjithkush gjen veten aty. Është vërtet një nga këngët e mia më të bukura, po themi. Po, pikërisht sepse është e thjeshtë. Është një këngë që ka lindë mas kuintat. Domethënë të vorbullës së dy personalitetit të dyfish të aktorit, të njeriut, të njerëzores, të kafshërores, të... Shumë e bukur, e kuptova në vargjet e saj, po dhe me thonë drejtën, i dedikohet të gjithë njerëzve të cilët ju mungon dikush. Dhe nuk ka fare, jam përpjek do më thënë që gjatë kohës që e përpunoja këndën, e përpunoja tekstin, se është një tekst i bërë në kohë, nuk është një tekst që ka dalë sot për qere kore dhe shkruajta dhe...
dhe erdhi. Është një tekst i cili mori formën e tij të vërtet pastaj në shfaqjen Marta, po themi. Mori atë komplimentin e madh. Dhe u interpretu me shumë dashuri, sigurisht edhe nga unë dhe nga Ori Kuçi që gjej edhe atë rastin ta, se është një njeri shumë special dhe ai shumë i veçantë për mua. Është një nga producentët që është nga tralla mos më thonë vetmja që thot bëje shfaqje në teatrit, sepse teatri është ky që është. Në një kohë që sot televizioni dhe me zor nxjerr produksione shqiptare. Lënë mas ne teatri. Po gjithsesi, kënga është i dedikohet thash të gjithë njerëzve, nëse ty të mungon një njeri, është një këngë që ja ke dedikuar ti atij. Është një këngë që gjithkush ja dedikon dikujt, sepse ne vërtet jemi lodra të fatit. Në këtë jetë neve nuk kemi në dorë të vendosim absolutisht asgjë. Domethënë po të marrësh parasysh këtë realitet që është i jashtëzakonshëm për nga negativiteti, sepse kemi një vit që jetojmë në një pandemi që ne nuk dim ku të mbaroj fare, sepse sapo i gjendet vaksina njërës del një variant tjetër. Dalin variantet e reja, po. Dhe kjo është një gjë që na ka bërë të jetojmë larg, na ka bërë që njëri tjetrin mos të i kam çep buzëqeshjen njerëzve, maska. Po. Shumë e vërtet. Shumë e bukur. Pra që jemi lolo në këtë skemë. Do më thënë, jemi aq agresiv, po njëkohësisht sa dim të themi dhe më falje. A di të kërkoj falje një njeri agresiv? Sepse në këtë trysni të madhe jeton shpirti njerëzor, shpirti artistik. Dhe shumë e bukur. Jemi në këtë, por ajo mbi të gjitha që kam dashur me përcjell nga kjo është që neve njerëzit duhet dim të kërkojmë dhe falje shqiptar në përgjithësi. Domethënë, gjëja e parë që duhet bëjmë, duhet marrim përsipër të themi më fal. Është një nga problemet tona të jashtëzakonshme, që neve nuk ja njohim, jashtëzakonshme është fenomen negativ, domethënë, jo jashtëzakonshme nga e bukur. Ka dhe për krenari, ne sa krenar me qenë shqiptar, domethënë me qenë krenar, mos me thonë kur më fal, po diku në një moment të gjithë shkelim, sepse nuk mund të jemi të mirë me të gjithë. Unë që të të bëj një nder ty, duhet i kem bë keq dikujt tjetër. Është një lloj loje, shahu mbase. Lolo, merre këtë, çoja andej, vërtitu, derisa në fund. E rëndësishme është që t'ikim nga kjo jetë të lejmë një emër të mirë, se gjithë pjesa tjetër është. Edhe kishe përmendur aty ferrin, vetëm ferrin dhe jo parajsën? Po sepse në ferr, unë nuk e di a do të ketë, do më thonë kur të ngri ferri, si do ngri ferri. E kupton, deri ditën që do ngri ferri, a mund të ngri ferri? Unë po qesh, por realisht është për të qarë, kur me ndonë. A ngrin ferri? Ku dion, nuk e di. Por ra në Sahara, ra bor. E kupton? Po. Çdo gjë mund të ndodhë. Gjithçka mund të ndodhë. Erandi, unë nuk kënaqa, të falenderoj shumë intervistën, bisedën, quaj si të duash, kafen që pim bashk në virtualitet, e ke tek revista Story, të shohësh, dhe me të rast të shohësh edhe ti se si dukesh në virtualitet në këto aplikacionet që nuk para i përdor. Po që ka ardhur koha ti përdorësh. Po do t'i përdor, po punoj për ato, po nëse një fëmijë që ka lidh me kompjuter në dorë nuk i duhet shumë për ta shumë, mua më duhet shumë sepse unë s'po punoj vetëm, po punoj me një grup të madh. Njerëz që janë dizajner, janë grafika, është një televizion më vete me pak fjalë. Po, gëzohem shumë edhe mezi pres t'i shoh punët e tua, sepse unë i ndjek humorin tënd, e kam shumë qejf siç të thash edhe në fillim. Të uroj çdo të mirë, qofshi të lumtur me familjen, me rinën, me vajzat. Dhe faleminderit. Miru takofshi kur të vish prap këtu në Tiranë. Faleminderit. Ditë të mira. Falenderoj shumë dhe ma bëj halal